Knaçi të takohemi në episodin e radhës të The Gjë Talks. Do të vazhdojmë të flasim për narrativat propaganduese, për ndikimin që e kanë ato në jetën tonë të përditshme. Narrativat propaganduese e kemi diskutuar në episodin e kaluar, kanë ekzistuar që prej kur ekziston media. Por tash u bë tepër e lehtë. Nuk ka ekzistuar AI prej kur ekziston media, dhe tash me inteligjencën artificiale, me algoritmet, me mënyrën qysh po funksionon, po e kam përshtypjen që po krijohet një farë, le ta quajmë çmendurie në kuptimin e kontrollit të narrativave. Nuk po e zgjason më shumë, e kemi ekspertin e inteligjencës artificiale këtu bashkë me ne sot, Çelik Nimani. Çelik, mirë se erdhe, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë për ftesën. Çka është AI? Temë gjanë, Temë shumë e gjanë. Ndoshta mënyra ma e mirë për me përtheku, për me përmbledh është tema ma e nxehtë që është të përfolin gjithçka. Do thonë prej imazhe, video, produkteve, krejt dinamika e zhvillimit ekonomik është të sjellë rreth inteligjencës artificiale, kështu edhe në skenë globale. Cili është roli i inteligjencës artificiale në këto narrativat propaganduese, në fake news, në çrregullim të informacionit? Që parem, mënyra që është kriju inteligjenca artificiale është kriju me qëllimin që me ndihmu njerit me bë punën ma mirë, zbulime shkencore, hulumtime, po gjithmonë sa që krijohet diçka në produkt të ri teknologjik, është edhe ky konteksti i keqpërdorimit. Do thonë, ndër vite gjithmonë ka qenë edhe kjo paralela tjetër. Tash në aspektin e gjenerimit përmbajtjes fake, përmbajtjes të imitim ose rikrijimit diçka që nuk ekziston, inteligjenca artificiale është bë një vegël e jashtëzakonshme sepse po mundesh me kriju përmbajtje fake shumë lehtë dhe shumë shpejt. Thjesht me një prompt që po quajmë, do thonë një komandë me tekst, po mundesh me kriju video përmbajtje, sidomos me modelet e fundit që kanë dalë tash gjatë kësaj jave. Seedance, një prej tyre për shembull, që është produkt i ByteDance, kompania mbrapa TikTokut, me cilën gati se e pamundur, po është me dallu që është video përmbajtje e gjeneruar me AI. Edhe tash nëse e mendon çka është u bë share në rrjetet sociale, edhe kur e sheh çka po krijohet, atëherë, më thon për njeriu, për qytetarin e zakonshëm, ka më qenë shumë vështirë me diferencu çka është e vërtet, çka nuk është e vërtet. Para 2-3 vite ka qenë temë diskutimi deepfake, më thon ku fytyrën e dikujt e ke mbi vendosmi dikë tjetër, u dasht me përpunu zanin, edhe është lyp shumë investim teknik për me rafinu çato, për me kriju një përmbajtje fake. Tash në AI po bëhet edhe zani, po bëhet edhe fytyra, edhe krijohet një histori e cila nuk ekziston. Do thonë mundesh me Tash s'ke nevojë me vendos fytyrën e dikujt në fotografinë e dikujt tjetër, po nëse është figurë publike, mundesh me kriju prej vegla si Seedance ose Kling AI ose Veo. Te Seedance, Çelik mi ke përcjell edhe po i shohim bashkë, po i komentojmë pak, janë 2 video, është tepër origjinale. Do me thonë së paku për neve që nuk kemi ndaj farë shkollimi pak më superior, absolutisht, në inteligjencë artificiale kam fjalën, s'mundemi me i dallu. A ma shpjegon pak këtë Donald Trump, takimi? Tash për shembull nëse kishim pas çto para 2-3 vjetë me deepfake, është dashur karakteri, personi, mu editu, mu vendos fytyra, e tjerë, ndërsa tash me Seedance për shembull, kjo është marrë skena është prej filmit The Office, serialit, edhe veç është zavendësu një karakter, po është zavendësu edhe çka flitet, do thonë komplet një skript tjetër është kontakti fizik me ka hyrë Trumpi këto në film? Aty mundet me një cili do politikan për shembull i Kosovës, ose mundet me qenë një story që mundet mu kriju kryeministri i Kosovës, do shtrëngim me kryeministrin e Serbisë për shembull. Edhe krijohet një përmbajtje që mundet me shkaktu një kaos tek populli, prej diçka që s'ekziston hiç. Edhe është kogja e thjeshtë tash me kriju diçka tillë. Edhe të na besohen goxha shumë këto, nuk vihet shumë në pikpyetje, e kemi pa me këtë fantazmën e Prishtinës, që ka qenë goxha lehtë të identifikueshme që ajo bë virale, po çka ka qenë interesant për shembull gjatë zgjedhjeve, janë kriju goxha shumë storje për diaspora që po vjen me një fluks të madh për me votu, edhe ajo vreket që është video përmbajtje gjeneruar me inteligjencë artificiale, se ka detaje ku mundet mu vrejt. Qysh vrejën Çelik? Qysh mi vrejt na që nuk dim? Tash rekomandimi numër 1 gjithmonë është me këshyr përmbajtjen prej kujt na jetë e konsumu. Do thonë prej burimeve të sigurta. Nëse janë njerëz që i njeh, që folin për një tematikë caktuar, nëse Nailja për shembull bën share content në Facebook, është njeri besueshëm.
Po tash nëse ti je të konsumu një përmbajtje prej një faqe në Facebook që e ka një emën që se keni kur, edhe aty janë 2-3 mijë komente, nuk dosh mu influencu veç pse komente, pse njerëzit po besojnë që është, mu influencu ti që është e vërtetë që ajo. Fokusohesh në video, për shembull zani është pak më robotik, deri tash ka qenë problematik me si dance nuk është më si problem. Nuk, emocioni i tingullit zanit është u parafru gati 99% me realitetin. Shumë e rrezikshme. Kjo në një mënyrë kemi me pa brenda këtyre mujve çfarë impakti ka me pas kur janë nisë mu keq përdorë dhe matutje, se për momentin është entuziazëm. Po deri tash, domethënë rekomandimi ka qenë fokusosh në detaje, fokusosh nëse është të fol shqip, mënyrën qysh po flet, zani robotik, detaje, mikrofoni, pozicioni i kamerës, çfarë po shihet mbrapa, do thonë dosh mu fokusu për me kuptu a është e vërtet apo nuk është e vërtet si përmbajtje. Po me modelet e reja, do thonë dosh me përzgjedh burimin e informacionit. Gjithmonë rekomandimi është njerëz të verifikueshëm. Edhe verifikoje 2-3 herë para se me konsumu çat përmbajtje. Do thonë nëse ke pa ti, pyet edhe dikon çapo duket ç'kjo, edhe pastaj merr një opinion, me thonë ashtu, a është diçka e vërtetë në to ajo. Po, kur është kaq e përafërt me natyralën, le ta quajmë, kur edhe në emocion po punohet, edhe në figurë, edhe në përmbajtje, po ka pas një rast, më kujtohet që ka dalë një përmbajtje me emër mbi emër të një gazetari, përmbajtje që s'ka qenë e tij. E çka tash po supozoj, del një përmbajtje me idenë që u kriju prej meje. Njerëzit mundën edhe me mbesu mu. Qysh me shku tutje, qysh me verifiku edhe vetë mediat, qysh mos me ra prej vetë gazetarët e këtyne përmbajtjeve që po janë vështirë dallueshme. Kjo problem është permanent, më thënë prej që është dalë kjo si teknologji që është u zhvillu në vazhdimsi, po ka vegla që janë të dalë paralel për me identifiku se përmbajtja që krijohet me AI e ka një kod mbrana sajna për me mujtë me identifiku a është e gjeneruar me AI ajo. Për shembull, poshtë në djathtë shkruan modeli prej cilës është kriju çaj video, tash ka produkte që po e fshin ato, për shembull nëse është me veo, nëse është me E hekin sora prej. gjurmën edhe nuk e den që Po mundesh chat video link me vendos në Google Gemini ose në ChatGPT dhe me thonë analizoj ç'kjo është përmbajtje vërtet ajo. Në Twitter e ki grokun për shembull është me pyet, me verifiku çat video material, kogja i sakt po është në rezultatet çat jep nëse është e gjeneruar me AI, po për shembull një model që është lancu javën e kalume, për shembull mundet me marrë me analizu video materiale që e ki të publikume me zatanën, edhe trajnon modelin edhe e rikrijon zonin tënë. Edhe përdoret një video AI për me gjeneru video, mbi vendoset zonët që përdoret në gjuhën shqipe, edhe kësaj mundet mu kriju diçka që s'ka thonë ai ilja hiç. Kjo tani është problematik në vetë, më thonë ti dosh me dalë me demantu vetveten në një mënyrë, me tregu që nuk është kjo. Nuk është e janë. Në Amerikë për shembull për përdorin një rekomandim me pas një secret code, për shembull nëse thirr dikush që dyshon që nuk është ai personi me cilin je tu fol, me pyet diçka si lloj fjalkalimi, që veç ti e din, edhe më verifiku. Shumë punë, shumë e rëndë, Kjo është sidomos për një nivel të edukimit në aspektin e inteligjencës artificiale që është Kosova. Na jemi shumë të ri. Amon nuk është veç Kosova problema, kjo është problem global. Më thonë, na jemi kogja të ekspozum në internet edhe konsumojmë vazhdimisht përmbajtje në internet, po kjo problematikë është globale. Më thonë, ka forma ndryshme qysh po tentohet me ndal, qysh po tentohet me eduku njerëzit, nuk është që kërkush që është me na edukim superior, diçka nuk ka të lami, po janë njerëz që janë të mësu vazhdimisht, po gjithmonë qa po do të me përcjell mesazhin të audiencës është që me pas kujdes çapo lexojnë, po jo veç çapo lexojnë tash, po edhe çapo shohin si pamje, edhe çapo dëgjojnë. Në fakt kur e thash këto që i kam pak dilemat e mia se na flasim në bazë ditore me kolegë edhe me përfaqësues të institucioneve në aspektin e edukimit medial, edhe Kosova ka shumë nevojë me nis prej shkollave fillore, me instalu edukimin medial. Domethënë kemi probleme bazike me diskutu më herët qysh me ditë nëse një burim që jetu e lexu është për një media ose nuk është, a është rrjet social. A duhet me besu që me marrë frymë 8 herë e dëna e ki Covidin, për shembull, që ka qenë ai diskutimi në atë kohë. E tash na nëse kemi probleme bazike në nuk e dim qysh është një lajm që duhet mi pas burimet, ku thirrët, kush e ka shkru, as këto nuk dim me bo në shumicë, në bazë të hulumtimeve që janë bo. Këtu e pata fjalën, se nuk thash që jemi ma keq, në fakt të na rinia, sidomos me AI, mendoj që janë në përgjithësi me teknologji, janë goxha mirë. Janë ma mirë janë se gjenerata jonë, me thonë ashtu, se partikullon që jena shumë tjetër si gjenerat, po
janë ma të edukume dhe kuptojnë ma mirë që auto ndodhë dhe e dinë çka me sfidu kur e shohin si përmbajtje, për shkak që janë të ekspozuar në rrjetet sociale dhe e dinë edhe globalisht që auto ndodhë. Po tash ky edukimi medial, kjo nis gazetarët për shembull e kanë si princip punës verifikimin e burimit të informacionit. Tash kjo do të mushtri edhe te qytetari i rëndom me verifiku burimin e informacionit si hapi parë para se me procedu ma tutje. Na si shoqëni nuk jemi të edukuar shumë për me me përzgjedh burimin e informacionit. Do të thonë se tash Facebook page po mundesh me bë të verifikume me pare, edhe po del tiku i kaltër edhe po mendon që dukesh serioz, po. që media serioze, po dosh me u koncentru në media që kanë reputacion, që njihen, i njohin tjerët jo në faqet Facebookut që kanë çfarë do lloj emri. Që aty fillon diferencimi i parë më bë. Po kjo lyp kohë dhe lyp një farë investimi në edukim, në çet lëmi që njerëzit me kuptu që auto ndodh. Për shembull hipotetikisht, tash i ki krejt vegla në dispozicion, mundesh me kriju një story që është ndodh diçka në brezin kufitar të Kosovës me Serbinë ose Maqedoninë. Pikë shumë e nxit mija, qindra mija reagime. Mundesh më thënë një moment e nxen dikush e krijon një postim viral, qoftë video ose imazh, edhe mundet me nxit çfarë do lloj reagimit njerëzve, nxitje të masë ose kështu me radhë. Për shkak njerëzit me pas kujdes para se me vepru. Sidomos me veglat që janë në dispozicion ditë e sotit në internet. A ka ndaj rast, a e ke identifikuar ndaj rast të tillë që ka pas potencial me nxit? Deri tash jo, s'po për perspektivës tem nuk pa diçka, po ekziston gjithmonë mundësia. Edhe tash kjo mund me kanë edhe prej anës të kundër, më thonë dikush qasjen internet kanë secili. Se mundet me kon prej një faktori të tretë. Po. Tash Jo domosdoshmërisht Kosovë-Serbi, mundet me qenë dikush krejt tjetër. Mund me kanë ndikimi rus, edhe ndikimi edhe prej Kinës e kështu me radhë që vese janë të influencu edhe gjeopolitika globale. Edhe kjo mundet me të afektu edhe ty në vend tanin, që s'krijohet përmbajtja hiç prej Kosovës, po prej një palës tretë edhe shkakton një shkëndijë mrena një lloj konflikti pa ekzistu hiç. Por që ta njerëzit me pas kujdes, me thonë nuk është diçka mu tranu prej tute, po veç du të me kriju një shprehi normale të përditshme që me verifiku burimin e informacionit. Me marrë me pak rezerva, me dyshime, me verifiku. Po. Çka duhet me bo, qush me u mbrojt përveç këtyne detajeve të vogla qush e vrejnë, po sado që po përparojnë mekanizmat verifikus, qaq po përparojnë ose një hap ma herët këta të tjerët që po përhapin narrativa, propaganda, fake news e ngjashëm. A duhet me pas një faroli shteti, institucionet? Kjo është, mendoj që edhe shteti, edhe sektori privat, edhe gjithë akterë që janë, do të me qenë paralel të përfshim, nuk do të me pas në lloj kontrolli shtetëror mbi përmbajtjen se mas ne dalim në territor tjetër, po do të me pas edukim, investim në edukim tek njerëzit që gradualisht me fillu me kuptu çfarë është ndodhur për rreth tyne, edhe këtë gjenin e skeptikut që e kemi na si popull, me aktivizu edhe ma shumë se na e ke pa kur shohim një përmbajtje, kjo verran është. Kur e shohim për herë të parë, mirë është që kjo qit gjen me pas active mode, vazhdimisht. Varet çka shohim, edhe varet prej cilit kamp jemi. Duhet pa. Ka shumë rëndësi edhe kjo. Po, mirë është me pas, më thonë, qit skepticizmin në pikë parë. Edhe masnej kur të verifikohet që është burimi sakt, atëherë është ma mirë, se është ndjenjë ma e mirë. Se nëse beson me të parën, masnej është dëshpërimi ma i madh. E qush me verifiku që është burimi sakt? Përveç kësaj, po supozojmë që del një lajm për një institucion, na mundemi me hy në web faqe të institucionit, me pas a e kanë publiku, a se kanë publiku. Po çka për shembull po më kujtohen momentalisht një farë trendi që u bë me vallëzime të ish presidentës, për shembull, të kryeministrit aktual, të njerëzve figurave publike. Edhe aty me hy me i pa komentet janë, domethënë, e pa besueshme është çfarë niveli i besimit në atë video. Qysh me verifiku ato? Këta njerëz nuk i postojnë në rrjetet e veta, me thonë, unë nuk jam ose jam në këtë video. Aty i kum përcjell që ato edhe janë bë pagi virale, si përmbajtje që janë kriju. Tash njerëzit në një farë është një farë trendi për shembull kur komentojnë shumica që janë të e besu diçka, influencohet edhe pjesa tjetër. Nëse shumica dërmuese e komenteve nuk e besojnë, influencojnë pjesën tjetër. Edhe e natyrshme po është e njeri me hi me kliku edhe mi pa komentet që po thonë. Po e the shumë mirë, hapi parë është me hi me verifiku tek institucioni. Përse ta institucionet tona do me pas zadhënc, do të me pas web faqet ku qesin çdo ditë lajme të verifikume prej tyne, që me mujt qytetari rëndom me hi me verifiku edhe vetë. Që është hapi parë më e rëndësishëm. Këto përmbajtjet
argëtuese, me thonë ashtu, këto janë në gjithë botën, janë të ndodhë, Trumpin e keni vazhdimisht, me thonë që përdoret lloj-lloj përmbajtje, tash aktorë të ndryshëm të Hollywoodit janë të përdorur prej si Dencit, Hollywoodi ka përgatit padi ndaj ByteDance për shkak që është keq përdor përmbajtja që ata e kanë kriju, etj. Tash këto fillojnë mu filtru gradualisht, po dalim me një temë tjetër që s'është tematika jonë, po verifikimi i burimit të informacionit në bazë është shumë e rëndësi, që në realitet, në praktikë, kjo i bjen që institucionet, pavarësisht qofshin publike private, du me pas vazhdimisht komunikim me audiencën e tyre. Edhe du të me investu në këtë drejtim që njerëz me pas lehtë me gjetë informacionin. Le të jetë një thirrje e mirë kjo për institucionet tona, se goxha të mbylluna janë në raste të caktuara, nuk kanë shumë informata, nuk janë shumë të qasshëm e ngjashëm. Këto përmbajtje që po i përmendim që lek megjithatë janë pa naj, le ta quajmë kështu, dëm, nuk i shkaktojnë dëm. Kur kujt ja bëhen për efekte argëtimi e ngjashëm, po çka me bu me përmbajtje tjera? Për shembull, Rusia, e dim gjithmonë që e ka pas shumë të zhvillume propagandën, metodat që i ka përdorur për me bë propagandë. Tash me këto zhvillime të teknologjisë, qysh e sheh ndikimin, çka mundet me ndodh, deri ku mundet me ardh ndikimi i AI në gjeopolitika, në narrativa. Tash, për shembull, mënyra qysh është u zhvillu lufta në Ukrainë, na e kemi përcjell në kohë reale në rrjetet sociale. Lufta në Kosovë kur ka ndodhur s'ka pas internet qash të aksesuar shumë tepër pak që mund me transmetu që ato ndodhin në kohë reale. Në Rusi ka propagandë vazhdimisht, edhe të dy anët krijojnë përmbajtje për me influencu edhe motivin e njerëzve që janë të luftu, po kjo afekton edhe palët e treta në proces, më thonë që e përcjellin luftën në Ukrainë për shembull prej Kosovës. Edhe tash mundet mu kriju video përmbajtje që thot Rusia e bombardoi dhe shkatërroi Kijevën për shembull ose një qytet tjetër, edhe u fut në territor të saj për me kriju një farë lloj paniku që e mor përsipër gjysmën e territorit të Ukrainës Rusia, ose me kriju video përmbajtje për një konflikt, një luftë me një shtet tjetër, kështu me radhë. Me thonë, krejt këto video përmbajtje që gjenerohen mundën me influencu njerin e zakonshëm që me besu në diçka që s'është ndodh. E kemi edhe këtë përmbajtjen që ma dërgove ma herët, qysh mundet me pas ndikim në propagandë luftë. Kjo video. Po. Qysh është kriju kjo, tepër origjinale, domethënë? Kjo është në SeaDance, e krijume edhe më sa e kom pa me një prompt, është domethënë skenë filmike, me thonë ashtu. Kjo ushtarët në front, po e vrin edhe gjujtjet me armë, edhe granatat, edhe helikopteret, gjithçka duket ekstrem reale. Edhe kjo mundet mu përdor për propagandë të luftës, propagandë të suksesit, me thonë ashtu, kushtimisht. Prap, verifikimi i informacionit ka me konë kyç. Qysh e ke vrejt që që s'është e vërtetë, se shumë tepër reale, qysh e ke vrejt ti që është? Kjo, për shembull, prej videos, është dinamik filmike, vrehet, me thonë që është film. Se mënyra që lëviz helikopteri, kamera, këto, e kupton që është film. Në situatë lufte s'ki mundësi kështu me marrë pa. Mu afru qaq close-up me kamerë është e pamundën, ose mënyra që shpërthen eksplozive, kështu me, pa ajo është me hi shumë detaje. Po çka mundesh me bë, është te çai që e ka bë share, që përmbajtje. Për shembull, kjo ka qenë Twitter, fillon te komentet, me pa çajin të thonë njerëzit. Çka thonë? Ka njerëz që thonë normal, janë këta fansat e teknologjisë sa ka avancu, janë njerëz ashtu që e pyesin Grokun për me verifiku. Grok verify this. Edhe Groku jep informacion, shumicën e rasteve thash ja qëllon me feedback që është përbajtje e gjeneruar me AI, po ku nuk mundet me ja qëllu, thirr edhe burime tjera për me verifiku çat përmbajtje që jetë e konsumu. Do thonë gjithmonë te personi i rëndom që nuk hin që ka shumë detaje, hin herë te komentet, po në Twitter është ndryshe, se është një komunitet më i edukuar në teknologji. Në Facebook e në TikTok po është një farë audiencë tjetër që nuk po janë shumë njoftuar që ato ndodh dhe pe besojnë më njëherë më të parën që ata që janë të e pa. Për që ata është mirë gjithmonë mi konsumu 2-3 burime të informacionit para se me ardh te një vendim. Për ndryshe pasojat mundën me qenë goxha fatale nëse besohet, nëse mundet me unis kushtimisht me u hap një front i ri i luftës dikon. Është e mundshme, tash
mu jemi të bë llaftëlir këtu, do të thonë, po niveli i veglave që ka avancu, edhe keqpërdorimi i tyne mundet më shku deri në atë nivel. Po perëndimi paralel me këto vegla që janë të avancu është të investu edhe në vegla për me verifiku burimin e informacionit që me parandalu diçka të tillë. Thonë ka metoda të sofistikume që na s'kemi qasjen tu, që e verifikojnë një informacion që është gjeneruar me inteligjencë artificiale para se me vepru në to. Po gjithmonë ekziston ky rrezik. Tash këto janë gjithmonë dy kanë vështrime. Ai rrezikut absolut edhe ana tjetër i entuziazmit për diçka që është të kriju me inteligjencë artificiale. Po dihet ka po shkojmë me këtë vartem, po kështu. Jo ka po na qenë inteligjenca artificiale, se mundet me na vendosë që tash pa ndonjë problem në Amerikë, me që tu e zhvillu intervistën. Po kështu e kam fjalën me zhvillim kaq të hafshëm. Nëse kishëm bë që pyetjen e njëjtë për shembull para 5 viteve, kishëm mujt me thonë ashtu në 3 vite tashme pritet me u zhvillu çka fush, çka fush. Me inteligjencë artificiale nuk po është e mundshme me parashku as çka ka me ndodhë 30 ditë tashme, sepse po del një model i ri, një teknologji e re. Unë më kanë me një studio dhe para një 2 muaj e kum pas përmend që mbrana qerekut parë, vitit 2026, kime pas video përmbajtje që s'keme mujt me vrejta australe ajo edhe ndodhin shkurt, do të thonë erdhën me Pa e mbri fundin e qerekut. A duhet me u friksu? Që prej jo, pse po tham përgjigje me rezervë është se unë jam prej fushës teknologjisë që 20 vite jam në teknologji informative. E na që s'jemi, a duhet me u friksu se te jo e po tash mora. gjithmonë nuk ka në Afrika për shembull kur u dal digitroni, jo s'bën se po e lën ato ose kur u dal kompjuteri, apo ka dalson këtë proces po zavancon ato. Inteligjenca artificiale është diçka krejt tjetër, edhe është një dinamik që s'ka qenë ndonjëherë si zhvillim, ndoshta është zhvillimi më i madh që prej revolucionit industrial. Edhe kur e sheh investimet që janë të bë, ta japin çat pasqyrë që është ndodh në skenë globale. Njerëz duhet me u friksu nëse s'mësojnë investojnë, sepse nëse deri dje është kërku me ditë Wordin, Excelin, CV, sot kërkohet me ditë çka është ndodh me inteligjencë artificiale. Jo një komunikim me ChatGPT, po përtej çatij komunikimit, sepse ajo mënyra që po përdoret veç si chatbot është as 1% e fuqisë që e ka në vërtetë. E njerëz që janë të e përdorë në jetën e përditshme për me u bë ma produktiv në punën që e bojnë, ose me mësu ma shpejt, pe kanë një hap kogja ma përpara në krahasim me dikon tjetër që s'është u adaptu me inteligjencë artificiale. Kanë përparësi më të madhe. Qysh mbeti puna e robotave? Do me thonë së shpejti mundemi me pas një asistent që në mes, të na tregu që ka me pyet. Po tash kjo fronti i ri që janë të investu në qatë drejtim, Tesla është linjën e vetë që ka të robotave, Kina është të investu edhe të ecë shumë përpara në këtë drejtim, Boston Dynamics po ashtu. Para 6 muaj një viti lëvizjet fizike janë bë kogja të mira të robotave, tash janë bë shumë natyrale. Synimi që është e industrisë është me kombinu me inteligjencë artificiale që roboti mu bë asistent në prodhimtari, në punë të përditshme fizike, po edhe për kujdes shtëpiak për njerëz që kanë nevojë për kujdes shtëpiak ose për një qytetarin e rëndëm, mu kujdes për me la end, me pastru banesën e kështu me radhë, me thonë kjo mbrana deri në 2030-ën konsiderohet që ka me qenë diçka e zakonshme e përditshme në jetën e qytetarit, edhe nuk ka me kushtu diçka shumë, kështu mu ble si pajisje. Ama na, si popull dyshues, mendojmë që ka qipa aty, po na mos po na shpionon dikush. Po ajo është më se e mundshme, sepse krejt këto duhet me komuniku dikon, po tash ajo hina në temën e konspiracione për gjithçka tjetër, po kur e mendon kështu, në gjithçka që e përdorim, ka teknologji brenda sajna që komunikon diku tjetër. Për shembull, sot e pash një vegël në internet që një fotografi nëse poston në Facebook, e cila ka informatat kodume brenda sajna, mundesh me ditë me saktësi ku është bërë çaja fotografi që atij personi. Geospy thirret. Ose ka vegël që është ndërtu tash që s'ki nevojë me pas kamera, po me ruterat wireless në shtëpi, e din ku jena me pozicion na dy ulën çto ose ekipa mbrapa kamerave. Edhe kjo është teknologji që ekziston. Nëse para 5 vjetë na e kena pa në filma, kjo është teknologji që mundet me u zbatu në praktikë. Na tranove.
Po kjo është, më thonë, dy ante e medaljes, a? Është ana e medaljes që çka mundet më bë keq përdorimi dhe ana e medaljes çka mundet më përdor për të mirë. Me na i lecu jetën edhe ka shumë çështje që janë lecu për një me. Po produktivitetin në shumë aspekte është u ndihmu, është u shkun komplet industria globale që shpunojnë njerëzit, punë që janë konsideru manuale, thjesht mu përgjigj me një email tash po zaventohet me inteligjencë artificiale. Synimi po pretendohet për me leju njerit kohë për mu merr ma shumë me gjana tjera që i pëlqejnë, që i bjen që do të me resetu karrierën, që u kanë vazhdimisht trend që e ka përcjellë edhe rrjetet sociale kur janë dalë, edhe telefonat e mençur që i quajmë, edhe interneti kur u dal, tash është dinamik tjetër, normal, është ma vështirë për dikon më adaptu se krejt jena të mësu, me thonë, kërkush nuk është ekspert, me thonë, përveç ata që janë të ndërtu çto vegla, pjesa tjetër është tu e nxon hapin me ta. Tu mënu me i nxonë. Që lek na shkoj koha shumë shpejt, faleminderit shumë. Faleminderit për këto shpjegime që i ndave bashkë me neve. Faleminderit për ftesën, shpresoj që s'ju kum friksu. Jo, jo. Ma Jo, shumë veç, është qëllimi edukativ. Do thonë, Sakt, këto isha to e thonë. Ideja është na duhet me qenë të vëdijshëm, me i ditë krejt pasojat, rreziqet, me qenë vigjilent, sakt. Për përmbajtje që i konsumojmë edhe shumë e rëndësishme me i verifiku, me i marrë me pak doza të dyshimit përmbajtje që i sheni, e që s'ju bindin me të parën që mujnë me qenë, do më thonë mos u bindin me njëherë që mundën me qenë të vërteta ose janë të vërteta. Faleminderit shumë, takohemi në episodin e radhës.